Pavarësisht kërkesave të protestuesve, kryeministri Edi Rama shpreheti prerë se nisma për paketën e maleve nuk do të anulohet. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, kreu i qeverisë sqaroi se ky projekt do të jetë sukses. Madje Shqipëria do të kthehej sipas tij në një zvicër të vogël. Është një politikë që i shkon për shtat. Të gjithë atyre që për shumë vite nuk kanë mundur dot ta kthejnë pronën e tyre në një aset financiar. Tani, çfarë do me thënë të anullohet paketa e maleve? Do me thënë, shkurt dhe thjesht, që të gjithë këta njerëz, e gjithë kjo kategori njerëzish të mbeten në limbo dhe të tregojnë se Zvicra e vogël do bahet blerta në malet e Shqipërisë. Ai komentoi dhe sulmet ndaj bizneseve me review negative, që sipas tij nuk do ta zbehin hovin turistik që Shqipëria ka marrë gjatë viteve të fundit. Ato yje janë Shqipëria reale e punës. Ato yje janë Shqipëria që do bahet Zvicra e vogël atje në përmala. Dhe ato yje u sulmuan, u shuan për pak ditë, por u kthyen përsëri dhe shkëlqejnë siç shkëlqejnë pikat e djersës të gjithë atyre njerëzve që merren me sipërmarrjen në Shqipëri. Duke u shprehur se për pjesën reale të protestës qeveria ka reflektuar, shefi i ekzekutivit ironizoi ata që sipas tij po përdorin tubimet reale për interesat e tyre personale. Shumë respekt për flamingot që më kanë mësuar shumë dhe më kanë bërë të mendoj thellë. Dhe vetëm refuzim dhe madje përveç refuzimit edhe neveri për ata që janë sorrat dhe korbat e mbledhur të këtij vendi dhe që ulërin, që shajnë. Ashtu siç paralajmëroi dhe më herët, Rama tha se pas pak ditësh do të informojë qytetarët për reflektimet pas protestës së flamingove.